Pasi nuk e siguroi dot direkt ngjitje në kategorinë e parë, pasi një gjë e tillë e bëri rivali direkt luftëtar i Gjirokastrës në grupin B, skuadra e Eurikut do të vijojë garën për mëtej, ndërsa kaloi me sukses këtë fundjavë një tjetër ndeshje të play-offit. U luajtën 2 finalet e play-offit në kategorinë e dytë, të cilat prodhuan plot 9 gola. Dominim absolut i Luzit që mposhti me rezultatin 4-0 skuadrën e Sopotit në arenën e Demave, ndërkohë që në përballjen tjetër Oriku mposhti 3-2 Tomorin në stadiumin e Vorës. Golat për Orikun janë realizuar në minutën e 16 nga Dalanaj me penalti, po në minutën e 27 ka qenë përsëri Dalanaj që ka shënuar të dytin, ndërsa në minutën e 72 për Orikun shënoi Ekoro, ndërsa për Tomorin 2 golat u realizuan në pjesën e dytë, konkretisht në minutën e 54 nga Arbri dhe në minutën e 88 nga Ngene. Kësaj, Luzi dhe Oriku janë vetëm një finale larg ngjitjes në kategorinë e parë. Për të realizuar këtë objektiv, Luzi duhet t'ia dalë ndaj Kastriotit në duelin vendimtar të play-outit, ku do të përcaktohen fatet e sezonit, ndërsa Oriku do të ndeshet me Kuksin. Pra fituesit e play-offit të kategorisë së dytë luajnë përballë ekipeve të renditura në vendin e 10 dhe të 9 të kategorisë së parë.